Bilal Zveçla, fitore Pacollit e Salih Zyba, do të sillen me detyrim në gjykatën themelore në Prishtinë, kjo pasi në seancën e 16 shtatorit ata kanë munguar në seancë dhe nuk e kishin arsyetuar mungesën e tyre. Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin Mirlin Gashi, zëdhënëse e gjykatës themelore në Prishtinë. Ju njoftojmë se gjykatën themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm Penal është duke u zhvilluar procedura penale kundër të pandehurve DM, GS, SZ, FPD, për shkak që secili veç e veç kanë kryer veprën penale të përdorimi i armës apo mjete të rrezikshme nga neni 375 paragrafi 1 dhe veprës penale pengimi personave zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare nga neni 409 paragrafi të KPRK-s. Gjyqtari i kësaj çështje penale për shkak se të pandehurit kishin munguar në seancën e datës 16 nënti 2025 dhe mungesën e tyre nuk e kishin arsyetuar, ka vendosur jashtë seancës dhe ka lëshuar urdhër për sjelljen me detyrim kundër të pandehurve, tha ajo. Gashi deklaroi se gjykata ka ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura dhe ka urdhëruar Policinë e Kosovës që të ndërmarrë veprimet e mëtejshme procedurale për të siguruar prezencën e të pandehurve në seancën e radhës. Republika Arabe e Sirisë ka njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një njoftimi publik, duke cilësuar këtë si një akt historik që pasqyron sakrificën dhe qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës për liri dhe sovranitet. Me mbështetjen e lartësisë së tij mbretërore, princi të kurorës Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, sot në Riyadh, arriti marrëveshjen përmes së cilës Republika Arabe e Sirisë njeh Republikën e Kosovës. Falenderoi presidentin Al-Shara për vendimin për njohje të Kosovës dhe për mbështetjen e tij për popullin ton, ka shkruar presidenti Osmani. Ajo ka theksuar se populli i Kosovës dhe ai i Sirisë kanë vuajtur e sakrifikuar shumë për të arritur lirinë, prandaj kjo njohje është edhe një simbol i respektit të ndërsjellët mes dy kombeve. Falenderoi princin e kurorës së Mbretërisë së Arabisë Saudite që e bëri të mundur këtë akt historik ndërmjet dy shteteve tona, ka shtuar Osmani. Me këtë vendim, Kosova njihet tashmë nga 120 shtete të botës. Republika jonë po ecën përpara dhe nuk ka asgjë që mund ta ndalë, ka përfunduar presidentja Osmani teksa ka dhënë këtë lajm të rëndësishëm. Republika Arabe e Sirisë ka njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një njoftimi publik, duke cilësuar këtë si një akt historik që pasqyron sakrificën dhe qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës për liri dhe sovranitet. Me mbështetjen e lartësisë së tij mbretërore, princi të kurorës Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, sot në Riyadh, arriti marrëveshjen përmes së cilës Republika Arabe e Sirisë njeh Republikën e Kosovës. Falenderoi presidentin Al-Shara për vendimin për njohje të Kosovës dhe për mbështetjen e tij për popullin ton, ka shkruar presidentja Osmani. Ajo ka theksuar se populli i Kosovës dhe ai i Sirisë kanë vuajtur e sakrifikuar shumë për të arritur lirinë, prandaj kjo njohje është edhe një simbol i respektit të ndërsjellët mes dy kombeve. Falenderoi princin e kurorës së Mbretërisë së Arabisë Saudite që e bëri të mundur këtë akt historik ndërmjet dy shteteve tona, ka shtuar Osmani. Me këtë vendim, Kosova njihet tashmë nga 120 shtete të botës. Republika jonë po ecën përpara dhe nuk ka asgjë që mund ta ndalë, ka përfunduar presidentja Osmani teksa ka dhënë këtë lajm të rëndësishëm.